blerjen e votës. Janë të identifikuar ata personazhe që shfaqen në video, çfarë funksionesh kanë, pra lidhen me partinë në pushtet, apo lidhen me parti të tjera? Eksponent të thekur të Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, ju prej disa kohësh zhvilloni betejën tuaj për të vërtetuar atë që ju e konsideroni farsë elektorale. Po ju si e konsideroni atë? Apo ja del Partia Demokratike? Një minutë. Bëjmë një marrëveshje. Nuk mund të shpreh, mund të Berisha të ishte jo bëjmë një marrëveshje. profesionale. Jo, priti minutë. Bëjmë një marrëveshje. A mund të quhen zgjedhjet në të cilat shteti, i quajtur shtet, përdor të gjithë financat e tij për të blerë vota, përdor të gjithë fuqinë ekzekutive për me leje me licencë e tjerë për të blerë vota. A mund të quhen zgjedhje ato në të cilat shteti licenson mbjelljen e 29.300 hektar kanabis nga 200 hektar që parashikon ligji çdo vit? A mund të quhen zgjedhje? Priti minutë, se do të bëjmë një marrëveshje fjale, se në gjojnë tjerë thot, kjo thot zgjedhje, kjo thot fars. Jo, duhet të jenë shumë të qartë. A mund të quhen zgjedhje kur shteti përdor kundërshtim me ligjin 500 milion euro prokurime, kur shteti kundërshtim me ligjin jep peshqesh i bën dhurat 100 euro në kulmin e fushatës, fal 200 milion euro, po marrë vetëm këto, për të mos thanë pastaj kartelin, ndikimin e të mëshëm të karteleve. Pra, unë po flas çfarë shteti, narkoshteti është akoma më i zi, sepse ju e pat, si e ndjeni ju vetëm të pushun ju, si qytetare, kur përfaqësoj nga Sara Mile, e cila del në anonimati me 30.000 vota, apo 20.000 vota. Si mund të përfaqësoj ajo një njeri të ndershëm, një njeri pavarësisht nga bindjet politike. Si e ndjen qytetari vetën kur përfaqësohet nga Arken Balla, i cili nga viti 2021 në vitin 2025 ka 10 fishim të votave. Po thuj, 8 fishim të votave në Durrës, se ishte i lirë në 21